Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mos hani kurrë fiq nëse vuani nga këto tre sëmundje. Fiqt janë ndër frutat më të veçanta dhe të preferuara të verës. Gjenden në treg vetëm në fillim dhe në fund të kësaj stine. Kjo i bën ata që të jenë shumë të dëshirueshëm për çdo dhe gjatë kohës kur piqen konsumohen çdo ditë. Megjithëse në dukje kjo nuk duket si një zgjedhje e keqe pasifiku, është i pasur në vitamina dhe minerale, konsumimi i tepërt i tyre mund të sjellë disa komplikime në organizëm. Gjithashtu në këtë video ne do t'ju tregojmë disa nga efektet anësore negative më të zakonshme që ky frut mund t'ju shkaktojë. Këtu ju do të gjeni të listuara të gjitha efektet negative të cilat vijnë pikërisht nga konsumimi i tepërt i tyre. Efektet në stomak. Fiqt janë një burim mjaft i mirë fibrash dhe rekomandohen për të zgjidhur shumë probleme në organizëm, duke filluar që nga konstipacioni dhe deri tek mbipesha. Gjithsesi, pavarësisht të mirave që i dhurojnë organizmit, frutat e ëmbla të verës mund të jenë agresive ndaj stomakut tuaj. Kjo ndodh pikërisht sepse përmbajnë shumë fibra të cilat interferojnë në mirë funksionimin e organizmit, duke ju shkaktuar ju një ndjesi rëndese dhe ndjesi dhimbje në stomak. Në qoftë se ju ndjeni dhimbje stomaku pasi të keni ngrënë fiq, mjafton të pini disa gota me ujë të ftohtë për ta qetësuar atë. Shkakton fryrje. Dhimbja e stomakut nuk është i vetmi problem që shkakton konsumimi i tepërt i fiqve. Ky frut gjithashtu mund të shkaktojë edhe një sër problemesh të sistemit tuaj tretës, siç janë fryrjet e barkut apo gazrat. Mënyra më e mirë për të shpëtuar pikërisht nga ky problem është që ju të konsumoni një sasi të limituar fiq deri në 2 apo 3 në ditë. Gjithnjë mos harroni të pini shumë ujë të ftohtë në mënyrë që të qetësoni çdo efekt që ato ju japin. Gjithsesi, mos harroni të pini shumë ujë të ftohtë në mënyrë që të jeni sa më të lehtë dhe stomaku juaj të mos jetë i rënduar. Efektet në lëkurë. Fiqt gjithashtu janë ndër frutat më të mira për të kuruar shumë sëmundje kronike të lëkurës. Kjo pasi përmbajnë sasi të mëdha antioksidantësh të cilët frenojnë sigurisht radikalet e lira. Për rrjedhoj, mbajnë rinin dhe shëndetin e lëkurës tuaj për vite me radhë. Gjithsesi, konsumimi i tyre në sasi tepër të mëdha mund ta bëjë lëkurën tuaj që të jetë më e ndjeshme, sidomos ndaj rrezeve të dëmshme ultraviolet. Duke e bërë lëkurën tuaj akoma dhe më të ndjeshme dhe njëkohësisht më delikate ndaj diellit, ajo do të ketë tendencën që të rrudhet, njolloset dhe sigurisht të plaket edhe më shpejt. Prandaj në qoftë se ju konsumoni shumë fiq, kujdesuni që të mbroni sa më shumë lëkurën tuaj nga dielli. Dëmton sistemin tuaj tretës dhe njëkohësisht mëlçin. Ndër efektet më madhore anësore të fiqve nga sistemi i tretës nis pikërisht aty. Kjo pasi duke qenë të pasur me kokriza të vogla në brendësi të tyre, ato janë tepër të vështira për t'u tretur dhe për t'u larguar nga trupi. Këto fara gjithashtu janë me të vërtetë të dëmshme edhe për mëlçin nëse konsumohen në sasi të mëdha. Ndikimi në kocka. Konsumimi i tepërt i fiqve ka një ndikim negativ edhe në kocka për shkak të oksalateve të cilat janë prezente në këtë frut. Gjithashtu, oksalatet janë një lloj kripe që redukton kalciumin në trup duke dobësuar kështu edhe kockat. Fiqt nuk rekomandohen që të konsumohen nga persona të cilët vuajnë nga sëmundje të kockave si osteoartriti apo artriti.
Gjithashtu fiqt sipas ekspertëve janë tepër të dëmshëm edhe për persona të cilët vuajnë nga veshkat, për shkak të disa mineraleve që përmbajnë, mund të kthehen në një problem për organizmin. Megjithëse çdo organizëm reagon ndryshe ndaj ushqimeve të ndryshme, ju duhet të mundoheni që të mos e teproni me sasinë e fiqve që do të konsumoni këtë verë. Shija e ëmbël e fikut është unike në çdo kafshat. Megjithatë, kjo ëmbëlsi e pashoq shpesh trazohet nga ndjesia e lehtë pickuese dhe djegëse e lëkurës së fikut. Kurioziteti për elementët që shkaktojnë ndjesi lidhet ngushtë edhe me aspektin e sigurisë së ngrënies së lëkurës së këtij fruti. A është e ngrënshme lëkura e fikut? Sipas të dhënave të cilat ne i referohemi, lëkura e fikut është krejtësisht e ngrënshme dhe njëkohësisht e sigurt për konsum pavarësisht ndjesisë së pakëndshme që shkakton në kafshatën e parë. Në fakt, ngrënia e lëkurës bashkë me tulin e frutit ofron një pasuri më të plotë të vlerash bashkë me fibrën kaq të nevojshme. Përse djeg lëkura e fikut? Disa njerëz mendojnë se pushi i hollë i cili vesh lëkurën e fikut është ai që shkakton këtë ndjesi. Megjithatë, arsyeja e vërtetë e kësaj ndjesie sipas të dhënave i atribuohet një enzime të quajtur ficin, e cila shpërbën proteinën dhe e metabolizon atë në një aminoacid. Kjo është arsyeja pse gjuha djeg sa herë që ju hani fiq të freskët. Jo të gjithë fiqt e shkaktojnë këtë djegje. Fiqt e pjekur plotësisht nuk shkaktojnë djegje, ndërsa fiqt e papjekur dhe njëkohësisht të njom e kanë këtë veçori. Nëse fiqt e pjekur mblidhen direkt nga pema, ato janë tepër të butë dhe njëkohësisht të qullët dhe delikat. A vazhdon pjekja e frutit edhe pas këputjes nga pema? Fiqt mund të zbuten me kalimin e kohës, por kjo nuk do të thotë se ata janë plotësisht të pjekur. Pjekja e frutit shumëfishon aromën dhe ëmbëlsinë, ndërsa zbutja thjesht ndryshon përbërjen e tulit të frutit. Nëse këpusni një fik të papjekur nga pema, do të zbuloni se ai lëshon një lëng të bardhë të njohur si qumshti i fikut. Ky lëng gjithashtu përmban sasi të larta të ficinës. Nëse jeni dashamirës të fikut të njom, atëherë ne ju sugjerojmë që ta ndani atë në gjysmë dhe kështu të përthyeni të gjitha pjesët duke nxjerrë tulin jashtë dhe brenda lëkurës tuaj. Gjithashtu siguroni që të hiqni pjesën e bishtit e cila mbledh më shumë ficin. Në këtë mënyrë ju do të shmangni kontaktin e ficinës me buzët apo gjuhën. Fiqt e thatë konsiderohen të tepjekur, ndaj përbërja e ficinës është tepër e ulët për të shkaktuar një reagim të tillë. Tharja e fikut gjithashtu eliminon qumshtin e fikut. Kësaj ju do të zbuloni se fiqt e thatë nuk shkaktojnë asnjë ndjesi të pazakontë përveç shijes së mirë që ata lën pas. Mirë po nuk duhen harruar se koha më e mirë për të ngrënë fiq sipas ekspertëve është në mëngjes, në mënyrë që ata të pastrojnë sistemin tuaj të tretjes gjatë gjithë ditës. Pastrimi i sistemit tretës është një nga veçoritë më unike të këtyre frutave të ëmbël të verës. Fiqt janë një nga frutat më të shkëlqyera për shëndetin e mëlçisë. Ata kanë një nivel të lartë të alkalaneve dhe prandaj ndihmojnë në rregullimin e pH-it të tretjes. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!